Pas dy shtyrjeve nga 3 muaj që GKK-i i dha prokurorisë së posaçme për të plotësuar hetimet për dosjen e privatizimit të dosjes Buka, SPAK ka prezantuar konkluzionet e fundit në seancën paraprake për ish-zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj, i dyshuar për veprën penale shpërdorim detyre lidhur me dosjen Buka SHA. Gjykata e posaçme i ka lënë kohë mbrojtjes deri në 17 korrik që të jap konkluzionet e saj mbi veprimet e reja hetimore të kryera nga prokurori Elvin Gokaj. Më pas do të vendoset nëse dosja kalon ose jo për gjykim. SPAK e ka marrë të pandehurisht numrin 2 të qeverisë Arben Ahmetaj për veprën penale shpërdorim detyre, pasi dyshohet se ai ka shkaktuar dëm shtetit shqiptar në vlerën 7 miliard lekë. Organi i akuzës vijoi hetimet për 7 persona të tjerë të përfshirë në këtë çështje përfaqësues të Ministrisë së Financave, si dhe ndaj biznesmenit Lirim Fezollari. Ky i fundit sipas hetimeve përfitoi nga privatizimi në kohën kur Arben Ahmetaj ishte ministër i financave. Ka dyshime se Ahmetaj dhe Fezollari kishin marrëdhënie për te komunikimit institucional, nga e cila kanë arritur të privatizojnë aksionet e shoqërisë Buka SHA. Arben Ahmetaj u shpall në kërkim në muajin korrik të vitit 2023, pas hetimeve për inceneratorin e Elbasanit dhe Fierit, ku ish numri 2 i qeverisë rezultoi se kishte përfituar shuma të ndryshme parash nga pronarët e inceneratorëve. Pak shpalli në kërkim Ahmetaj për kryen e 3 veprave të ndryshme penale, mosdeklarim dhe deklarim të rrem dhe fshehje pasurie, vetëm dhe në bashkëpunim, korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor në 6 raste, pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale.